thash se po thua Kosovë po ngërend për të mbajtur qëndrim në raport me zhvillimet globale të sigurisë. Unë mendoj se në këtë aspekt Kosova dhe shqiptarët, kur them Kosova, shqiptarët dhe Shqipëria, e kanë bërë përcaktimin e tyre strategjik, orientimit strategjik në politikat globale dhe ajo është Washingtoni, është perëndimi. Dhe kjo është mirë. Tani mund të ketë lëndime, mund të ketë tendenca që të kalkulohet në përkoluare më të ngushta diplomatike për shkak se konfigurojmë në rajonin e Evropës dhe dihet qëndrimi i Shtetit të Bashkimit Evropian në raport me potencën, fuqinë determinuese, qoftë në aspektin politik, diplomatik dhe ushtarak, sepse kjo është diplomaci dhe drejtësi e forcës të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe doktrina së re Trump që po rikthehet fuqishëm në glob, jo vetëm në një region të caktuar, por në tërë globin. Doktrina Trump është ndërtuar mbi parime të pandryshueshme, që shef rolin e Shtetit të Bashkuara si udhëheqës dhe drejtuese të proceseve të paqes në botë dhe të garantimit të saj. Pra, nuk është diçka negociohet, por Amerika duhet të udhëheqë. Pastaj, paqja mbrohet përmes forcës, nuk mundet me kompromis. Dhe kjo u dëshmua tash ku ta marrësh një vatër krize, nisja prej Kosovës vogël në raport me Serbinë, apo Rusisë në Ukrainë, apo edhe në lindjen mesme që është historike, paqja nuk mund të arrihet përmes kompromisit, derisa nuk është dëshmuar, përveç se në aty ku e ka garantuar forca dhe së fundmi edhe ndërhyrja në Iran apo në lindjet mesme në përgjithësi, ishte tregues se forca është ajo që duhet ta determinojë vendosjen e paqes dhe doktrina Trump e ngritur mbi parimet e ruajtjes realizmit. Është real politika. Liberal. Po, pra. Demokratik. Real politika duke mbrojtur shifin në këtë doktrinë që ndrojnë vlerat konservatore. Do të jemi të vetëdijshëm. Fitoria e Trump kur ndodhen zgjedhjet po kalojmë nga tema te për ta përmbushur. Në temën sepse po flasim për Shtetet e Bashkuara, prisën e demokracisë dhe të botës lirë. Tani kur fitoi Trump në zgjedhjet e dyta, në raundin, domethënë në mandatin e dytë, nuk ishte fituar vetëm për Amerikën dhe popullin amerikan. Ishte fituar për gjithë popujt që synojnë demokracinë dhe zhvillimin e demokracisë. Vuri në ankth shumë nga evropiane. Vuri në ankth të gjitha regjimet autokratike dhe të gjitha regjimet që apo atë konceptin globalist mbi vendosjen e paqes. Cilat ishin ato pretendime globaliste? Një qasje e butë, paqësore, diplomatike, një soft diplomasi. Dhe cila çfarë sot e ka BE-ja? Këtë ka përfaqësuar dhe BE-ja dhe gjitha lëvizjet globaliste në botë kishin dominuar, fatkeqësisht edhe Washingtonin. Jo, mbanin mend. Kompromis për paqe pa imponim force nuk ka. Nuk ka. Dhe këtë tani po e demanton, domethënë në forme po e rikthen në doktrinën Trump formën e imponimit të paqes duke e garantuar me forcë, sepse nuk ka rrugë tjera. Se interesat, na shumë herë ndalemi tek Ukraina, Kosova, Irani, lidhja mesme. Kritikisht është diku më larg në aspektin gjeostrategjik burimi i krizës. Janë në pyetje interesat ruse në rajon, interesat e bllokeve të mëdha. Ato krizat e vogla që ka disa muaj, sulmet që janë bën ndryshme me këto proxy forces që përdor zakonisht Irani. Në Yemen, në Siri, në Irak, e tjera ato grupet. Iran, Hezbollahi, Houthi, militet e tjerë. Houthi në Yemen dhe Hamas në Gaza. Po, kanë pas ndikim të madh, kanë kryer sulme nga më të ndryshme në forcat e Izraelit aty kudo që ai ka menduar se duhet mbrohet siguria e Izraelit dhe paqja, po edhe e perëndimit dhe shërbave. Dhe sulmet dorën zemër, sulmet e izraelite kanë qenë precize dhe të sakta mbi këto grupe. Mirë po, eskalimi i fundit, kërcënimi i fundit i Iranit si regjim hegemonist, mbanin mend se këtu po shoh në deklarimet tona, shkrimet tjera, aty ku guxohet një qasje ekstreme duke pretenduar se atje po luftohet për ku ta diun ideologji fetare. Jo, regjimi po luftohet sepse përfaqëson një doktrinë fanatike që po e cënon në rani liberal, demokracinë, po nuk është pyetje gjithë gjirin për sik.
Po nuk është një pyetje çështja se atje po luftohet një regjim sepse ka një orientim caktuar fetar, larg asaj. Këtu po ndalen ambicet e Rusisë në janë. Dhe përplasjet aty kanë identifikuar tashmë dy bloqe. Bllokun që mbështet Izraelin, të drejtën Izraelit në mbrojtje, ku janë Shebeat, ku janë edhe Saudia, ku janë edhe Emiratet, edhe Egjipti, dhe bota rendimore demokratike, edhe pse ka një kurs ndryshe ose një qasje tjetër, e mendon një qasje tjetër më të zbutur, atë që thash diplomaci zbut, dhe paqësore edhe qetësuese ndaj agresorit, që nuk ka dhënë efekt. Betejë është për ta heq, betejë e madhe është për ta heq gjithë rajonin e Xhiri Përsik, ato vende që janë siç është Irani tazëm, që gjithë ekonominë, lidhjet politike të tjera i kanë, për ta heq gjithë ato rajon nga orbita e kontrollit sovjetik. Bravo, domethënë, dhe në anën tjetër kemi bllokun që përkrah Iranin, ku hyn Rusia, Kina, edhe India dorë në zemër deri diku për shkak disa interesave që shtrirën atje, edhe pse ka pas një konflikt me Pakistanin, të cilin presidenti Trump qetësoi, dhe tani çfarë kemi këtu? Rusia ka pas dy rrugë për ta krijuar qasjen e vet. Njërin për në Evropë përmes Ukrainës dhe luftës që bën atje, pretendimeve përmes detit zihen mes dheut Mediteranit edhe dalin prapë në oqeani, dhe tjetrën përmes Iranit, sepse teoria iraniane për zhdukjet e Izraelit e krijonte atje një hapësirë, pastaj një shtrirje në ato shtete që janë Jordan, çapo diun kjo Siri, Irak e tjera, do në zemër dhe Turqia është rrezikuar, dhe kjo krijonte një qasje strategjike të Rusisë. Për çka? Për ta kontrolluar Indianë paqësorin, dhe ju dini se që Oqeani Indian është, që më thonë, nyja lidhëse mes lindjes dhe perëndimit, dhe aty kalojnë të gjitha rrugët tregtare pothuajse dhe komunikimi digital, pra kablot e tjera. Pra ishte një tendencë për ta zvogluar apo për ta hequr fare kontrollin amerikan mbi këtë sipërfaqe që një farforme ishte edhe vendosur kontrolli i paqes dhe stabilitetit në mbar botën. Dhe ta ndërtojnë pastaj një formë të fragmentarizuar dhe ku kanë ndikimin në forma tjera, proksive e tjera që përdorin ta, por edhe të influencimit ekonomik. Ju e dini se Hormuzi është kanali strategjik përmes cilit janë furnizuar pikërisht këto aleat që sot po përkrahin Iranin, apo indirekt po përkrahin Rusinë.